Të nderuar kolegë të Universitetit Ismail Qemali Vlorë, nëpërmjet këtij komunikimi virtual, dëshiroj t'ju bëj të njohur disa prej pikave të programit tim elektoral në mbështetje të zhvillimit të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë. Sikurse dihet, në ligjin e arsimit të lartë është shkruar se arsimi i lartë është shërbim publik dhe mirë publike. Nisur nga kjo, unë e shoh universitetin në përgjithësi dhe Universitetin e Vlorës Ismail Qemali në veçantë si një potencial të madh në zhvillimin e industrisë lokale të qytetit të Vlorës dhe të rajonit tonë Mujqet. Është shumë e nevojshme një rikonceptim i marrëdhënies së Universitetit të Vlorës me tregun lokal dhe me tregun global, në kushtet e indiferencës së qeverisë dhe cinizmit të pushtetit, i cili synon të kontrollojë universitetin dhe në këto kushte universiteti sigurisht thjesht zgjat agoninë e tij. Në programin tim elektoral, pikë e rëndësishme është heqja e ndikimit politik në jetën e universitetit. Është një qëllim i fortë për të cilën unë jam vendosur të luftoj deri në fund nëse do të jem në parlamentin e ardhshëm. Universiteti është i pedagogëve, universiteti është i stafit akademik, universiteti është i studentëve, universiteti është i gjithë qytetit të Vlorës. Dhe si i tillë nuk duhet parë as me prirje majtas, as me prirje djathtas, por përkundrazi, duhet parë si një shërbim publik, si një emir publike dhe si një motor i rëndësishëm ekonomik i jetës së qytetit tonë. Vinë se sa të gjithë ne kolegët e universitetit dim dhe e kemi vuajtur ndikimin politik të jetës universitare ndër vite nga të dyja krahët, majtas dhe djathtas. Kemi parë se sa e vështirë është të realizojmë qëllimet tona, madje edhe në detaje të holla e të rëndësishme, siç mund të jetë për shembull hapja e programeve, akreditime programesh dhe gjëra që i përkasin jetës universitare. Të gjitha këto sigurisht që nuk duhet të funksionojnë kështu. Në programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ashtu sikurse është premtuar, rroga e pedagogut premtohet të jetë së paku 1500 euro. Ndërsa për kërkimin shkencor do të ketë një rritje deri në 10%. Në fakt, duke qenë pjesë e stafit të pedagogëve në universitet prej vitesh, e shoh që kërkimi shkencor si një komponent shumë i rëndësishëm krahas mësimdhënies në universitete është një komponent të cilit nuk i është kushtuar vëmendje, është një ankë e dobët e universitetit. Kjo jo sepse pedagogët nuk duan të punojnë, ashtu sikurse mund të ketë fjalë në thonsa, por sepse buxheti veçanërisht për kërkimin shkencor ka qenë minimalist në vite. Rritja e buxhetit për kërkimin shkencor jam e sigurt që do të nxjisë punën e secilit pedagog për realizimin dhe dhënien e sa më shumë produkti shkencor në funksion të jetës së qytetit, por sigurisht në funksion të tyre.